Punimet në lagjen Rilindja në Vlorë po zvarriten në mënyrë të pajustifikueshme, duke krijuar shqetësim dhe pakënaqësi tek banorët e zonës. Ajo që fillimisht u prezantua si një ndërhyrje e nevojshme dhe e mirëpritur për përmirësimin e infrastrukturës, sot është kthyer në një histori vonesash, pezullimesh, si dhe mungesë organizimi. Afatet për përfundimin e projektit tashmë janë tejkaluar prej kohësh. Sipas planifikimit fillestar, punimet duhet të përfundonin brenda 3 muajsh për realizimin e plotë të tyre. Megjithatë, ky afat nuk u respektua. Për një periudhë të gjatë, kantieri ka qëndruar pothuajse i braktisur, pa aktivitet konkret, duke krijuar jo vetëm vonesa, por edhe vështirësi të përditshme për banorët. Së fundmi vjet re një lëvizje lehtë në kantier, por ritmi i punimeve mbetet tepër i ulët dhe larg standardeve të pritshme për një projekt të tillë. Nuk ka një organizim të qartë të punës, mungon intensiteti, si dhe përkushtimi i nevojshëm për të rikuperuar kohën e humbur. Në vend që të punohet me ritme të përshpejtuara për të kapur afatet e humbura, situata duket se vazhdon në të njëjtin nivel të ngadalt. Në këto kushte, firma rrezikon të gjobitet nga Bashkia e Vlorës. Një ndër problemet më të dukshme është mungesa e fuqisë punëtore. Numri i punëtorëve të angazhuar në këtë kantier është shumë i vogël dhe i pamjaftueshëm për përmasat e projektit. Për më tepër, një pjesë e mirë e tyre janë në moshë të thyer, çka ndikon drejt për drejt në kapacitetin fizik dhe efikasitetin e punës. Kjo situatë bën edhe më të vështirë avancimin e punimeve me ritme normale. Një tjetër shqetësim lidhet me mungesën e specializimit. Shumë nga punëtorët janë banorë të zonës, të cilët nuk kanë kualifikimin e dur për të realizuar punime infrastrukturore me standardet e kërkuara. Kjo jo vetëm që ngadalson procesin, por mund të ndikojë edhe në cilësinë përfundimtare të investimit. Ndërkohë, banorët e lagjes Rilindja po përballen çdo ditë me pasojat e kësaj situate. Rrugë të hapura, pluhur, baltë dhe vështirësi në lëvizje janë bërë pjesë e përditshmërisë së tyre. Për shumë prej tyre, kjo situatë ka kaluar nga një bezdije e përkohshme në një problem serioz që ndikon në cilësinë e jetesës. Duke qenë se çdo afat tashmë është tejkaluar, kërkesat e banorëve janë të qarta dhe të drejtpërdrejta për shpejtimin i menjëhershëm i punimeve, si dhe një angazhim serioz nga ana e institucioneve përgjegjëse. Ata kërkojnë më shumë kontroll mbi zbatimin e projektit dhe mbi të gjitha, një përfundim sa më të shpejtë të punimeve. Nëse nuk merren masa konkrete për rritjen e ritmeve të punës, për shtimin e fuqisë punëtore, si dhe për përmirësimin e organizimit në terren, rrezikohet që ky projekt të zvarritet edhe më tej, duke humbur qëllimin e tij fillestar. Banorët nuk kërkojnë asgjë më shumë se sa respektimin e afateve, si dhe realizimin e një investimi që u është premtuar prej kohësh. Në këtë situatë, është e domosdoshme që autoritetet përgjegjëse të reagojnë me urgjencë, duke marrë masa konkrete për të rikthyer normalitetin në kantier dhe për t'i dhënë fund kësaj zvarritjeje të pajustifikueshme.